Përkundër zërave që kanë qarkulluar ditëve të fundit në opinion, kryeministri Hristian Mickoski sot ka mohuar se koalicioni qeveritar po përjeton luhatje. I pyetur se si do të reformojë qeverinë në rast se ministri i Shëndetësisë Arben Taravari do të lëshojë koalicionin vlen, por edhe qeverinë, kryeministri tha se nuk ka informacione se Taravari do të jap dorëheqje. Naprotiv, mislim дека Përkundrazi, mendoj se koalicioni qeverisës funksionon shkëlqyeshëm, ndërsa sa i përket zgjedhjeve lokale dhe si do të pozicionohet të vlen, ajo pyetje mendoj se duhet të adresohet tek ata dhe ata t'ju japin përgjigje. Sa i përket mundësisë së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, Mickoski tha se nuk është i sigurt nëse tërë opozita dëshiron zgjedhje të parakohshme, por nëse dëshirojnë ata, janë të gatshëm për to. Ndërkohë pas deklaratës së djeshme, Taravari tha sot se ka komunikim me të gjitha partitë politike. Të gjoni, këto janë irelevante, tash unë mendoj se asgjë të keqe nuk ka që të komunikojnë partitë politike mes vetë. Në qoftë se më pyetni mua, unë ju them se kam komunikim me gjitha partitë politike, përveç me Mendu Thaçin dhe me Zjadin Selën s'kam komunikim. I pyetur sa do të dalin si vlen në zgjedhjet lokale, Taravari tha se mbrëm kam pasur takim që ishte konstruktiv, por ende nuk kanë marrë vendime. Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, Taravari mohoi se ka realizuar takim me liderin e BDI-s Ali Ahmeti, por tha se ka kanale komunikimi.